Ky podcast u mundësua nga Bit Investment Group, Tushi Tenda, Eagle Rent, Max Mavrut, Max Wine, vera me mirë shqiptare, Shafrani Albania Premium Quality, Big Brother VIP Boutique Shkodër. 90% e shtëpisë flenin gjuhë mes drek dark pa asnjë lloj problemi. Nuk ishte lejuar, okay? Tash e them Elion se ke meritur. Tash e them. Cili është ndryshimi mes firma VIP e Big Ndryshim. Big Basta. Kam pa që je shumë informuar në Big Brother, e komenton lojën e Big Brother çdo ditë, e njeh Big Brother në Kosovë, njeh Big Brother në Shqipërisë. I pyetje direkte, a ishte lëndrimi, a meritote lëndrimi fitoren? Lëndrimi meritote fitoren për mendimin tim. E meritote sepse në fund ditës çdo gjë përkthehet me vota. Okej? E vetmja gjë e cila mund bë përshtypje është me sidomos me këto reality show shqiptare. Në krahasim me reality show të huaja, se unë ndjek që të gjitha këto, edhe të hujat. I kom pasion, i kom qef. Okej? Edhe prandaj edhe Jo kam pas se je shumë informuar nga po, sepse i kom pa të gjitha, i kom pa edhe ato në Australi, edhe në Zelandë, edhe kudo, në Angli, kom pa ferma. Sa mirë dërkoha më. Dhe po, shiko, unë shoh highlighted, nuk do të thotë që unë ndjek ato 24. Po, e kuptoj. Edhe më pëlqen mënyra se si e bëjmë, por në të gjitha këto jashtë, kur jepet fituesi, jepet me votat e notarizuara. Me numrin e votave. Po. Okej? E kam pas bërë edhe këtu më përpara. Por tash nuk e di sepse e bëjnë. Por nga krau tjetër, për mendimin tim, lëndrimi, përveç se ishte ai djali i situatave, ai që krijonte situatat, edhe respekt për këtë gjë, i doli jashtë parashikimeve shumë veta, ishte edhe fituesi i cili shpëtoi komplet formatin, se ishte në një prag, unë shifja që ishte në një prag, nuk mund të them kolapsi, po ishte në një prag kritikash të frikshme, një prag paknajsisht të papara. Gjithmonë ka me pas paknasi. Kur çdo që ta fitojnë, gjithmonë ka me pas paknasi. E kuptoj pra, për shifet dallimin midis Big Brother VIP Kosovës edhe Big Brother VIP Albanias. Okej? Në duke janë njësoj. Të dyja kërkojnë situata, kërkojnë agravime, kërkojnë sherre, kërkojnë lidhje me zor. Okej? Edhe lidhja që kanë bën, që duhet të funksionojnë, duhet të jetë lidhje në tentativ, mos të kryhet lidhja, se në momentin që lidhja kryhet, përfunon. Lidhja duhet me jenë gjithmonë në tentativ, gjithmonë duke unë du, ti nuk më dan, kjo ecë më shumë. Pikërisht. Por dallimi mes tyre të dyjave është se le të themi ta hapi këtë çështje në Benson se dallimi po thonë atëherë me goda bosh. Dallimi është që 30 ose 40% e konkurrentëve në Big Brother VIP Kosova dolën të pakënaqur dhe dolën duke fol. Kurse Big Brother VIP Albania nuk dalin në mënyrë të tillë. Tani nuk e di, a jemi më ne shqiptarët e Shqipërisë, a jemi më të respektueshëm? A jemi ne më të respektueshëm ndaj kontratës, a nuk e di ç'a. Por është i tregues shumë i madh. Edhe mendoj që lëndrimi, zgjedhja e lëndrimit nga publiku, se s'du me dha si lloj aludime, ka qenë gjoja më e bukur që ka ndodhur. Të gjithë kanë qenë të kënaqur. Absolutisht. Lëndrimi ishte zgjedhja perfekte. Ishin dy personat që i dote publiku shumë. Ishte Eliona edhe ishte lëndrimi. Edhe Ludo. E dote publiku Ludën, me krahasu me këto dy, me Elionën e me lëndrimin, nuk besoj se ishte afër Ludoja. Dashurinë e popullit. Dgjoj, në Elior, unë mas daljes Albës, unë isha me Elionën. Okej? Po. Ti jemi realisht, në kam thonë në podcast, kështu që sepse besoj që ka ardhur momenti që një femër ta fitojë në Kosovë. Ose kishte ardhur momenti që një femër ta fitonte. Bën edhe vetë analizat. Por nuk është, si më thon, një arsye e fortë që duhet ta fitojë me patjetër një femër. Por ajo është realisht është lojtare e fortë. E re, ishte e zgjut, kishte situata shumë të mira, të tjerët e gjuanin atë. Po besoj se ajo që i dha lëndrimi diçka tjetër ishte dinamika. Besoj unë, ishte dinamika. Dinamika ishte kryesore, por dëgjoj, në finale shkon ato që e kanë menin në vend, që nuk e kanë humb fillin nga kamerat, nuk e kanë humb sensin e lojës, nuk e kanë, okay? Pra ka tjerë që thjesht nuk duan ta vazhdojnë më atë lojën edhe atë ikëm, po ka tjerë edhe që humbin. Unë i pata pas edhe të ferma.
Vlla, po të them, muajin e funit 90% e shtëpisë flenin gjuhë mes drejt dark pa asnjë lloj problemi. Nuk ishte e lejuar, okay? Absolutisht. Ishin humbla, ishin nuk e di. Shpeshherë Ishin lodh, zombi vlla. Ishin lodh beson nga gara, nga ferma. Po kam përshtypjen që po ti kur je aty ti je në orar pune valla. Okay? Domethënë do ta dish që je non stop i predispozuar që 3 muaj ditë ti ke për të qenë. Po mirë, shikoj, me që po përmend e fermën. Ti e ke fitu firma VIP. Po. Tash e them median se ke merituar ti. Tash e them. Tash e them median se shumë pe personazheve janë ndot pak kënaqur, edhe nuk ka se kanë bë deklarata publike sepse mundon me rujtat, por me një tjetrin kanë bë deklarata se shiko, Big Boss nuk e ka fitu, ja ka dhënë produksionin. Deklaratat aty në. Normal, i kom pa. Di. Tash e them, unë e di ato i kom pa, po mu më tepër më janë duk justifikim se pse kanë humbur ato. Okej, do ta shohësh edhe nga kjo lloj ane. Humsi gjithmonë humsi do të gjerë justifikim. Ato tash e theme kur dola jashtë në zbulova se kush i kishte pas përhap. Patrioti jot. Frederik Noci. I papamë, edhe kishte dalë kishte folë. Më të kishin pse kështu? Edhe kishte dalë kishte folë, edhe e forta është që me mu u taku, si më thon, një javë më vonë. Erdhi ma urojat nota e urime fitore në më thash, okay, se me klanë të janë papam. Jo, shika, në funit, edhe unë qëse të kam kundërshtar, unë do të sulmoj për disa jem dhe firma. Atër në fund qëse ti e fiton, normal se do të orën fitore. Pa, i kishte dalë të dhonë intervista në të thash, edhe kuptoj, ja ka dhonë produksioni i budallishit atyne. Sepse, ta thash, për me dash me justifiku vetën, për me dash me justifiku humbjen e vetë, se unë kur kom pa pastaj votat, do më thonë, ka pas individ aty që përsupozohet që as familja vetë nuk i ka votua. Okay? Edhe kishte pas dalë që jo po ja ka dhonë, kom ligjuar dhe muhabet e tipit, ka pagu shumë lek për me, do më thonë, muhabet e palidhe fare. E di. Sa lek e pagu? Si? Sa lek e pagu? Une? Se unë kom pagu vetëm 15% që në takses aty nga çmimi që kom morë dhe kanë qenë shumë korrekt kur ma kanë dhënë çmimit, them drejtën. Edhe për këtë i falenderoj shumë se gjithmonë kanë qenë të papar. Edhe tani tregoj histori shumë papame. Mas një javë që e fitoj, më dal. Edhe kur një ditë bukur e takoj te parkingu personin që e krijoi gjithë aludimin. Frederik Noci. Edhe tham, ke premtu, tha i kom, tha që do ma bëj DJ remix e gjona, po më thash më provë çapo patjetër, a kupton? Edhe kur jo po ta bëjmë edhe i foto bashkë, bëj edhe foto me mua, edhe kur nxjerr pastaj postim, kom qenë vegla e këtij që ta fitonte ky. Po them një far bipolariteti i papar, edhe të tjerët pastaj me sa kom vonë re unë, a kupton? Kanë pas predispozita që më ndjek deklaratën aty sepse janë më safe. Tek ajo pjesa. Ato persona që realisht e kanë pas, sepse firma VIP nuk është si Big Brother, nuk i ka ato. Cili është ndryshimi mes firma VIP e Big Brother? Ndryshimi është se firma VIP është i ri si format, po shumë i bukur sepse ka në qendër natyrën edhe karakterin e njerëzve. Po edhe Big Brother ka në qendër karakterin e njerëzve. Në natyrën e përkujdesin ndaj kafshës, natyrë, më se thash, okay? Tani, core fans ose fansat die hard ka Big Brotheri që presin na i lirin kur do flej gjumë. Po. Edhe çojnë mesazhe tipit o shiko se ka flet me breg ose ka flet pa breg e ka. E kam parasysh. Ferma nuk i kishte këto. Edhe shpeshherë shumë nga situatat që ndodhen aty brenda për shkakun, ishin situata të cilat shumë nga fermerët të tjerë i përcjellnin ndryshën prime. Okej? Domethënë unë shpeshherë dilja sikur s'kom punuar, po unë e di që kom punuar aty shumë më shumë se sa shumë tjerë, okay? Po problemi pse unë nuk e kam bërtit të lloj gjona është se baba im nuk e ka bërtit ndonjëherë kur ka punu, kur e ka pasi përgjegjësi vëlla. Okay? Sepse unë ndjej që është një elektorat gri e quhen atë në Shqipëri, të cilët janë shumë të ndershëm edhe që punojnë non stop. Edhe nuk e ngren zonën pse kanë punuar sot kaq shumë, pse kanë punuar dje ose par dje, sepse kanë si përgjegjësi ndaj vendit vetë dhe ndaj fëmijëve të vetë, ndaj natyrës, ndaj formatit pastaj në krahun tjetër, okay? Edhe prandaj unë nuk është se i kom vënë shumë rëndësi këtyre gjërave, sepse gjithmonë kam përfaqësuar, kam dashur me përfaqësuar, edhe gjithmonë do përfaqësoj mendimin e lirë, edhe atë njeriu që realisht duhet të punojë fort, edhe të mos jetë gjithkohës si gratë e këqija të bërtasi e bona unë se bona ti.
Okej? Do me dalë protest vlla, dil, s'do me dalë protest, unë s'dil. Po unë nuk them ty, unë dola, po ti pse s'dole. E ke parasysh do me çfarë dallimi që është? Dallim shumë më. Mu bëjmë përshtypje ato qindra mirë mesazhe që kam marrë nga njerëzit që më kam falenderuar për durimin që kam treguar të mrin, se nuk ka qenë lehtë. Them drejtë, nuk ka qenë lehtë me situatat që kam pa unë. Kam pa femër të bështy një femër, kam pa meshkuj që kanë qyti femër tjetër, prostitut, e më thetë thash, kanë qenë shumë të rënda. A kupto? Edhe kam po tash me kop, më falë se po të nërpres. Sepse ti shumë e qarta që po thu ti po thu që unë nuk kam pse hup energji me anën negative, unë shoh anën pozitive dhe jam rregull. Por a beson se nuk e di se sa kod i duhet firma VIP me shku te hapat e Big Brother të njëjtit stil, se një format që po bëhet në Big Brother është personazh negativ, ashtu kanë personazh kryesor. Po, a di pse personazhi negativ po bëhet personazh kryesor? Sepse nuk është ai, nuk ekziston akoma ai personazhi ose ai heroi që i bë ball atij villain, atij të keqit. Pra sepse e tillë është jeta, ato do më Big Brother është si do më pasqyron jetën sociale. Në krahasim me Fermën, që po thotë që Ferma nuk do bëhet ndonjëherë, Ferma kam përshtypjen që duke ka fillu nga sezoni vjet, do arrijë edhe në sezonin tjetër, Ferma do jetë shumë lart. Thjesht ajo që i mungon është disa vite më tepër se sa Big Brother. Kaq, asgjë më tepër. Por Ferma ka një investim marramendës, ka një seriozitet punë marramendës, si Big Brotheri. Dhe këtu do jemi. Kam një investim shumë madh. Është shumë ajo që tha ti, sepse kjo o borri me këto kafshë, është një diçka re, diçka e bukur, diçka më ndryshe. Është e bukur. Është një angazhim tjetër. Është e bukur, por i shërben lojës. Dhe kur ta shikosh në atë trajtën tjetër të lojës, për në anën tjetër të lojës, pavarësisht se ti mund të përcjellësh natyrën, më the thash, kafshët, përkujdesja, natyra, më the thash, nxisin debat ekstra. Apo kupto? Sepse ndahen detyra, ti do shkosh te lopa, ti do shkosh te gomori, ti do shkosh te tjetri, është dikush që nuk di ta boj, dikush tjetër i gjithkohës aty në shtëpi. E fjali je më shumë i angazhuar se sa në Big Brother. Në Big Brother je i myllun, ke një vend siç kanë pensionore, edhe don ti do të linin tash a theme, do të lidhin kjo kapja me një tjetrin. Patjetër. A tash bëhet ty në oferta për Big Brother? Më shbo oferta për Big Brother Shqipëri, Big Brother Kosovë, dhe treta e vërteta ishte Ferma. Edhe pranova të Ferma, patjetër që po. Ishte treta e vërteta vëlla, ishte punëtarmen çose të bëhet nga Zoti. Punëtarmen çose të bëhet për Big Brother kur do vinë. Jo, nuk e bëjmë. Kam përshtypjen që e bona provën time, dhash atë pjesën time çaj kom studiu këto formatet shumë vite rresht. Po. Edhe ato vite që kam nejtë në Zeland, realisht i kom studio vetëm në Shqipëri, si që thash, po edhe të hujat, edhe aq është, por ato evolojnë, okay? Edhe ta thash, ishte eksperiencë bukur, por nuk ishte eksperiencë lehtë nga ana ime. Dhe me dash me përsërit një eksperiencë në cilën unë jam brenda një inkubator, ti e ke pas vështirë dhe unë të kam pa, shqipe se do kohë derisa të ambientohesh. Kurse ne kishim një farë raporti me natyrën, në mërzitëm mrena në shtëpi, dil jashtë dha, pi cigare, lezetshëm, klëmbret kocat, është bukur. E pe lëvizjen e Rogertit mram? Si do duk? Më du interesant. Gangsta. Një formë mënyret, gangsta. Edhe se si të shaj doli, shkaj takoj Monikën, i tha Monikës ti e dështume, dhe u këthy me në shpi. Si e komendon ti? Nuk di që atë them. Nuk di që atë them sepse jo më dyshimet e mia, u menoj që Rogerti është e shoh si një të keqe domosdoshme aty në shtëpi. Është një keqe e investuar, nuk besoj fare që ai është djali i keq në jetën reale.
A kupton? Ai është, Kërkoj falje për këtë gjë. Por a beson se është pak e tepruar çdo gjë si bën ti aty mran, edhe në fund vjen një kohë që ti thu, është për lojë. A beson se është pak, shiko, ti e bën gjithat e zjarr gjithat anë negative. Edhe në fund ti më thu, shiko se është për lojë. A duan çdo gjë më fal për lojë? Tani mendoj sikur ti e duke bëj film. Po. Okej? Ti je producenti kryesor i atij filmi. Ti je regjisor. Duhen personazhet negative. Duhen personazhe dhe në ndërkohë ti e bën edhe një skenar pavarësisht se i thua aktorëve vëlla që të lutem improvizo. Okej? Du të shoh deri ku të arrish. Pra, un kam përshtypjen që t'ja lesh në dorë konkurrentëve. Ta çojnë aty ku konkurrentët duan, nuk e çojnë me në një vend kush e di se çfarë. Jam dakord. Pra gjithmonë duhet të kesh direktiva, duhet të kesh indikacione. Jam dakord me ty sepse edhe ne është një farë rrjedhe historie, ngjarje, shemse thash edhe do të krijojnë situata. Sepse edhe ne kur isha pjesë e Big Brother Kosova, ndodhi diçka si u bë hymja natën e parë, edhe nuk pat me ndërhymje për 5 ditë. Pra i parë ishte mas 5 ditë. Edhe 5 ditë na lënë free. Ato 5 ditë nuk dishim ku sjellshim, nuk dishim, adin ishim komplet hupër. Edhe ishte edhe fillim, edhe nuk njihshim një tjetrin, ishim komplet hupër. Edhe pos hini vllajmall, siç quhet vllajmall, me do disa detyra, me rregu disa gjëra, është ajo që thu ti nuk ka se kanë me kriju në gjatë madhe. Gëzuar se shoqëria hap me shishën e vend. Më vjen mirë që e ke kaluar me sukses. Tam drejtë ishte një provojë që më ka mësu shumë gjëra. Më ka mësu shumë gjëra që vetëm nuk besoj se do i kisha mësu. Kush e vitën bigun e Shqipërisë? Menon se ka i fitus? Se këto fusin prap personazhe të ri nuk e di personazhet e ri gjithmonë do i ndihmojnë kryesorëve, personazhet vjetër. Nuk e besoj që do jetë një nga këto personazhe të reja dikush që do jetë kockë fort për me fitu. Uroj, po nuk e besoj, sepse është kriju ajo baza. Dhe baza deri tani është pa diskutim. Miri, Selin, Stenaldo, Brikena, Mateo, edhe Rogerti, nëse Rogerti nuk del që ka indikacione. Edhe fitus është? Ose kesh këtë dëshirë të të fitoj? Jo, është thik me dy presa. Akoma nuk kam dëshirë ta mëm reale. Sepse akoma nuk kanë dalë historitë e njëri tjetri, pra se duhesh me i studiu edhe nga kjo pjesa. Okej? Sepse edhe historitë krijojnë situatën vete. Por Big Brother VIP e ka targën VIP sepse përbëhet nga VIP. Dhe për momentin deri më tani i vetmi VIP real aty është Miri. Okej, por kështu që u mendoj publiku plus atë nërpres pak, dakord jam. Është VIP Miri. Por unë nuk jam dakord me shumë gjëra. E ke vure sa merita kërkojmë ne si njerëz. Ne si në rast kërkojmë shumë merita sikur çka kemi bë. Tash, ta japun mendimin tim, po do të kush mendon që është më i mirë? Jo. Kërkojmë shumë. Po në fundit nuk komon se nuk kena nëj... Tash, ta japun mendimin tim për mirën? Po. Unë se thashë du ta fitoj se do ta fitoj. Ti e mirë, vlla, që je pjesë e një grupi që ishte i famshëm. Je halka e tretë, mos harro. Është i famshëm. Ishte i famshëm. Është i famshëm. Gjithë e njohin. Njohin Wasai Family se kishte një kohë të dikushme, por viteve të fundit nuk ka se je në qendër vëmendje. Edhe i parë ishte Rahmetlia, i dyti Landi, edhe ti thjesht pjesë e një grupit. Por të vish ti me gjithë ato të kërkosh gjithë ato merita, shiko se un jam mirë, mu më duket të prume. Për mendimin tim, duket të prume. Ai ken Kongo vëlla me ato kongët. Po vëlla, në Kongasht. Po vëlla, në Kongasht, po nuk ato kërku shumë merita. Për mendimin tim. Jetë kërku shumë merita. Ai sa merita me noti që i ka ajo, apo kuptoj. Por që është pjesë e një grupi super të famshëm, është pjesë e një grupi super të famshëm. Ti po thuaj ishte. Po s'ka kaluaj as u bon as i muj që Bebe Rexha këngëtare me famë botërore mori këngën aty në për me përpunu.
Po, sepse e prunin qendër vëmendjes Big Brotheri. Se besoj, ka qenë më përpara Big Brotherit, Big Brotheri. Para se me kanë Big Brotheri, ku ishte mirë, para se me fillu Big Brother, ku ishte mirë. Aha, a e ke për Bebereshën, a e ke për... Mirë ka qenë, kanë bë kongë West Side Family, vëlla. Edhe mirë me Landin vetëm. Jo, e di se kanë bë kongë, A kupton, unë Big Boss në përgjigjen për kongët e mia. Po, absolutisht. Por, tani, t'japin Cezarit atë çfarë i takon Cezarit. Por akoma nuk mendoj që ka një fitues real në atë shtëpi. Kjo është e bukur e Big Brotherit. Kjo është e bukur e reality show-ve. Nëse më thot, kush atë dëshira jote ta marrin? Dëshira ime Senaldo. Nuk e di, unë e pëlqen shumë. Si djalë besoj se ku di unë shumë bukur i artikulum, flet shumë bukur të nacionalizonit. Më pëlqen shumë si njëri. Senaldo patjetër. Domethënë këtë pesën që e përmenda unë patjetër, njëri nga këto. Po, ma zjarr një se ti zjarret ton. Ma thuj një emër. Duhet një femër edhe them realisht Selin apo Berkena? Ose Selin ose Berkena. Selin është nduke shumë lejtore. A shumë e vëmendshme. Edhe Brik. Jam dakord, por Selin është shumë e vëmendshme në lojë. A nuk i hub as moment nuk i hub filli. Por Selin ka shumë faktorë që e ndihmojnë Selin që ta çojnë deri aty. Ka kunotën, ka teatrin, apo kupton? Pra duket si më ajo, si e thon, më lasdrumja, më lastumja. Edhe pse unë nuk du ta besoj këtë pjesën. Po Berkena mos e nënvlerëso. Jo, absolutisht se nuk e nënvlerësoj. Berkena është po aq e vëmendshme. Edhe Berkena është po. Po më duket sigur kjo, me fjalë të dyja janë shumë nel, po më duket sigur kjo është 20 orë fokusuar te loja. A mendon, shikoj, po bosha një llogarit të Big Brotherit. A duket sikur sot a kthyj më shumë biznes se një reality show? Edhe du me lidh pak me artin, me muzikën. Se ti i brez i vjetër. A duket sikur për shembull, edhe ajo si puna muzikë, që brez i vjetër e ka me fjalë, e ka muzikën sepse e ka nisi muzikë, ka dasht me i lën popullit të mesazh, ka dasht vetë mu knaq me knu, ama sot ka një kohë që në muzikë është çdo gjë ka hi leku shumë, edhe gjanat bëhen me 8 klikimet, jo me lën një art. A mendon se edhe Big Brother ka shkuar në këtë mënyrë, jo more reality show, po janë të ecë si mundë me marr klikime, si me fjalë, ka hi edhe leku shumë edhe në Big Brother. Mendoj që bota ka shkuar në këtë tillë dhe ne jemi një hall shumë e vogël e botës. Tu ke drejt. Pra, edhe në atëherë, do të thonë në brezi 2004-s, që nisëm. Unë mendoj që edhe atëherë ka pas lek vëlla. Jo. Atëherë kanë qenë këto kanë pasioni, shikoj, besoj unë. Për brezin e vjetër, kanë pasioni i madh për me ti ke vazhdu muzikën për me bë art. Atëherë leku është tem tjetër, por synimi jot i parë ka qenë arti. Kurse sot a kthy synimi i parë është leku. Besoj unë. Po jo, më edhe atëherë ka qenë leku, pavarësisht se pasioni, po edhe sot e kam pasionin, o vëlla. Do ta kuptosh që shiko, ne atëherë të vetmin sfidë që kishim sfidën me mentalitetin stereotipit, flas për fushën e hip-hopit. Që kusho rëpist, zhuls, patallon të gjona, mbledh balt, më the thash pa shkollë. Okej, do të luftonim këtë stereotipin. Kishim atë luftën imagjinare me rockun, se ato të rockut na qunin po, a kuptoj, pa shkollë më the tash. E fituam atë. Por vetëm kaq kishim ne. Kurse këto sot kanë pasionin, kanë faktin që dita ditës po i dalin her 100 artistë ose pseudo artistë çdo ditë këtyre. Kanë 1 milion forma streamingu, se ku do i nxjerrin ato, del njëri vetëm se hull një ekstra lek më tepër, 7 milion streaming, 20 milion streaming mrena një muji, do me thonë këto demoralizohen më shpejt. Kurse në çfarë kishim atëherë, valla, ne kishim kafe televizione muzikore gjithsej. Një Top Fest, okay, ikon magjike që do na nxjerrte festivali kombëtar Spranote. Okay? Do me thonë ne ishim, në me vërtet kishim pasionin, por kishim edhe shumë pak forma për me dale, për me promovu. Dhe aty pasaj ishte në lojë, se me kë do bashkëpunoje më fort, me kë producent, me kë,
Pra kanë qenë më pak. Prandaj edhe ne predispozohemi që të rrim forte nostalgjia, ishte më mirë atëherë kur ishim keq. Po cilësia këngëve ka qenë skandal atëherë. A s'keni pas. A s'keni me fjalë Fillnim pive, u vjedhëm, shkoja në studio atëherë, ishte i këngë për shembull, më ka rastis disa herë. Më kanë tregu beat nga një këngë e Jay-Z's. Unë jam rritur vëlla me Jay-Z. I thosha, o zotri, se ke bën. Sen me emër o vëlla, se ke boti. O të betoa me kom bo, unë po deshëm mërë, po deshëm mësë mërë. Ha kupto, edhe me të betu kështu. Edhe me të betu. Kurse sot producentët shqiptarë po ecin edhe në përbot. Beatmakerat shqiptarë po bëjnë beat edhe në përbot. Që sot është akoma më mirë edhe është akoma më ndershme në sensin sepse tani hip-hopin e ke isoj në gjithë botën ti. Okej, muzikën e ke isoj në gjithë botën. Po ecë kemi nga ana perëndimore. Jemi treg më i lirë. Patjetër që po, s'ka lidhje. Po jemi si, a kupto, shpeshherë edhe fabrikat u zhvendosën në tregje më të lira sepse forca më krau më i lirë i punës. Kështu që Shqipëria është pjesë e atij mekanizmi. Unë mendoj që këto janë shumë e fat sot. Edhe po dinë që ta shfrytëzojnë edhe ta drejtojnë në një ka shumë të bukur, se kemi shembuj më të mirë për me marr vëlla. Kemi Dua Lipën, kemi Beverexhen, Eva Max, Stana nga krau Rita Ora. Jashtëzakonshëm Rita Ora. Do me thonë, ti tashmë ke idhujt e tuaj. Po këta, shika, jam dakord me ty. E gjakun tatë si idhujt. Në atërë, qa kishim në atërë, më për qa fleti? Qa kishim, kë kishim idhull në? Në 2004 në akoma ishim me Tupaku në vla. Tupaku dhe... Okej, doli 50 Cent, Tupaku 96-ën. I vdekun. Okej? Pra ishim, si të them, fenomeni i rockut në fillim demokracisë. Kur shifja në palatin tim, unë shifja Jim Morrison, kudo. Jim Morrison kishte vite e vite, në atë kohë ishin Nirvana, ishin tjetri, pra gjithmonë edhe informacionin e kishim më shumë më vonë. Po. Që prandaj, po thjesht është nostalgjia, ajo që të bëhet ty me mua dhe shumë vetë aty. Noshta sepse edhe sot ku diun, sot del 2 këngë zjarti, një këngë zjarti, edhe këngën e parë është direkt, unë kam miliona, unë kam gjujtësët e mi, unë kam kënga e parë direkt, a kupton? Po ndroje më najlirë, ndroje. Ke i buton aty, po flas për ty, flas për njerëzit. Ke butonin atë left click edhe shko te këngët e tjera. A disa artist freelancer i ke të jashtëzakonshëm në Shqipëri olla, ca independent artist që nuk kanë lidhje me studiot e mëdha këtu, le të themi, studio produksione, se s'ka label, po që janë të jashtëzakonshëm. Janë të jashtëzakonshëm, bëjnë muzikë të jashtëzakonshme. Bëni muzikë që ti thu, wow, nuk si ka mundësi. Edhe janë shumë të mirë, janë realisht bëjnë muzikë të jetë edhe të çuditshme, ti patë shkodra elektronike, valla, doli qelloj, këto thonë qelloj që me të parën, por shkodrën elektronike kisha pas një gjullë më përpara unë. Këto përpunonin këngët e vjetra. Shqiptarët do ishin të jashtëzakonshëm apo. Shumë e bukur. Po normal që do godisnin aty. Po prisë është muzikë që deri djes s'ka përfaqësu kurr as shpirtin tat. Po doli e bonin në mënyrë perfekte, spektakolare. Po ke edhe shumë grupe tjera dhe ke edhe shumë individ, këngëtar, artist që e bëjnë si ato. Thjesht ti nuk ke nerva me një gjuhë ato. Sepse është hap tregu është shumë i madh sot edhe nuk din me fjalë njerëzit nuk din ça i pyetje ti nuk je personi që me fjalë si ti si bashkëshorta jote jeni një status të këngëtarëve që jeni të respektuar nga populli, por i pyetje sa a mundet përgjithësi morale artistat për frymën që japin ndaj të rive. T'ja bëj shembull. Ti thu del kënga ose kanë bëthën e mirë, ose artistat meshkuj për shembull janë me këtë që i knojnë drugs, i knojnë kam 2 biça në dhom, i knojnë fanes, nuk është më fan, nuk shifet më. Kam unë këngën unë dua barin edhe, s'ka lidhje, po. Kim nuk bëhet. Këngën ti unë dua barin. A duhet me motivuar përgjithësitë morale ona artistat për mesazhet që i bin të rive? Përgjithësi morale për frymëzimin tim momental ose qoftë edhe të akumuluar kundrejt publikut
Po a duket sigur apo shumë ato që publiku ka dashur. Jo, a duket sigur shumë, a duket sigur po i konjektohet drogës shumë, famnë si material shumë. Është e tepruar, dën ti publiku, rinia, ato ta marrin një mesazh negativ. Unë gjithmonë kam thonë që nëse ne do ishim si Luksemburgu, vëlla, asun s'do isha rapist. S'do kisha thonë, s'do kisha kritiku qoftë pushtetin, qoftë do me qenë opozitë përjeshme, sepse gjithë shka do e kishim rregull. Vetëm persona që do të marrin përgjegjësi morale, a kupto, po edhe fizike, për të tillë realiteti që artisti pasqyron Kong, janë më lartë se sa artisti sot e kësaj dite. Po ti po jep zon. Jo, po ti po jep zon. Atëherë ç'a duhet me botë si master? Jo, thjesht me knu, ç'a me knu? Jo, nuk ka lidhje se ç'a do të me nuk ka që po du me mbrojtë, po tani hajde më thuj ti mua, hajde ti japim zgjedhje. A ka rregullator? Nuk ka rregullator, vëlla. Në Itali për shkakun kur ti në Itali deri dje ka qenë që kur ti thuje për armët e përmthet thash, ose ka edhe vende tjera, ka qenë ligji i dekriminalizimit, vëlla, të vitet e dera, karabinierët thoshte shpirt se ke thon këtë gjë te Konga, thotë ta vërtetojmë çik. Këtu s'vërtetoj gjë asnjëri, vëlla. Pse jo? Këtu i jepet me kast, i jepet e drejta për me fol tjetrit. I jepet e drejta për me u vetë spionu. Edhe është aq fush me lule këtu sa që prap i rehat, vëlla, a kupton, nuk ngacmoj gjë njëri. Ky është realitet shumë i rënd. Ky është realitet i cili duhet ndrohet. Por në ato këngë të mia për shembull, unë flas për frymëzimet e mia momentale. Kam edhe këngë të cilat i kam edhe që janë edhe boll të njohura, janë kënduar në protesta gjigante. Okej, për me pasqyruar realitetin. Por akoma nuk e shoh të arsyeshme që unë duhet bëj për shembull një album vetëm për me i dal kundra sistemit që unë mendoj se është. Patjetër që po këtu mund të rezultojë edhe fatale ajo gjë. Nuk është që kam frikë nga asgjë, po nuk e ndjej për momentin që t'jem martir i një shoqërie e cila është me bazament jo korrekt dhe jo të qëndrueshëm. Ma kuptoj se çfarë po them, sepse shikoj, njerëzit me vërtet i rrafin krahët, ti je më i miri, okay? Po janë po të njëjtë njerëz që dëgjojnë edhe muzikë tjetër nga krau tjetër, dëgjojnë edhe rock për shkakun që ti nuk i ke qef. Personalisht. Këtu akoma nuk ka fansa real që të kenë posterin tat, që të kenë wallpaper, imazhin e Nailirit aty në telefon. Po nuk ka pas ndonjëherë, edhe s'ka me pas. Apo kupton çfarë po them? Këtu çdo gjë është një qell shumë e madhe, është një ka qenë, jena pak edhe sa jena, kaq duhet filloj. Kaq pak sa jena, ne kaq pak sa jena dhe kena, unë them i Kong, këtu nuk ka shtet, them 1 milion shtete në vetë, them. A kupton se të gjithë me menin ton, ne jena më të mirë të vëlla, ne jena Ashtë ajo që thosh më përpara, e ke vuri se sa ekuizmin e madh e kena, se sa shumë kërkojmë pe popullit, se sa shumë kërkojmë dorë trokitje, kërkojmë shumë. Unë besoj se duhet punojmë shumë që të marrim ato dorë trokitje sa në e populli. Jo, po e marrin shembullin perfekt. Unë jam filani. Po këtë pra po të them, këto e marrin shembullin perfekt vëlla. Ti ke imazhin politik që kanë 30 kusur vite, që kërkojnë dorë trokitjet e popullit non stop. Në kuptoj, kur ato janë non stop, shive, se me vërtet thonë na çmeni Big Basta ose Nailiri gjithkohë sa me intervistë me teatrin e Nxorri Kong e bone. Po vëlla, reklama që i bëhet politikës, në çdo lajm, në çdo emision, në çdo ose lajmi të keq, çfarë reklame që i bëhet. Këto pra janë persona që po të përfaqësojnë ty. Ma bo Luksemburg dhe ta premtoj që unë nuk rrepoj më. I hinë politikës. Shumë. Kjo për ashjeta në Shqipëri. I hinë politikës. Kena dy personazhe. Kena Edi Ramën që është nelt për menimin tëm që nuk kapet më. E kena celebration që unë se kuptoj çka kërkon protesta, për çfarë kërkon ata protesta? Ti më thu mua hajde del në protestë. Okej, unë po del në protestë. Ma je për arsye. Unë po du me ta bëj pyetje. Ti më thu mua hajde del në protestë. Okej, për çfarë më dalën në protestë? Se nuk Edi Rama nuk na pëlqen. Nuk të pëlqen ty, populli ka votu. E para, e dyta.
Okej, nuk më pëlqen drama. Kush do nëse nuk e kam dramën, kush do më pëlqen? Do më pëlqesh ti? E diskutueshme. Se dakord jam ti, shikoj. Un jam në lirë, pa podcast. Unë i kërkoj popullit të mbani like, mbani subscribe, shpërdoni videot. Edhe Big Basta thot, hajde, bëj muzikën, pëlqej muzikën teme, kënoj muzikën teme, shije muzikën teme. Jena qartë që i kërkojnë popullit. Kurse ti i kërkojnë për qa dën popullin ti, hajde bën protest, për qa? Si unë me dalë aty, unë mu arrestu dhe ti prapë në shpitane. Po vlla, pëlleni me vlla këto që protestojnë për karrikën e vetë, burr. Po dile vlla për çmimin e naftës, dil për gjonat e tuaja, bro. Është i bukur. Edhe fal. Edhe është diçka si vlla jam dakord, po me protest në asnjë moment ne në Shqipëri nuk kemi arrit me bë diçka me protest. Kështu që nëse ti do marrëzoj Tiranën, protesta është një mënyrë e dështuar, se nuk asnjë parti nuk ka hall një parti me anë protest. Vlla, ndu më rëdzu këdo që e ka gabim, valla, nuk është puna që... Jo, ti të më rëdzu kundërshtarin, jo që ka gabim. Këto, po më pa tjetër o burr, po më burr se këto janë me mua kundra meje, kjo është politik pa lidhje. Ka qenë njëne, nuk e di a del mua ai te kryeministria, se ti ke pagu i kena zyrat e radios. Po. Dhe sa herë që dile aty për me pini kafe, me shku te Rogneri aty ko. Gjithmonë shifja ishte një person, ishte një burr mosh, tek pull, me një tabel për ditë. E shifja me një tabel, edhe nuk e di se qa thoshte, se qa shkrut aty të tabela, Spitali Ersekës, nuk ka kushtet, një diçka të tillë. Po e ti sa shumë e kom vlerësuar në atë sa herë kom pa, dhe më ka ardhë zor që ta pyesja a do me ngret zonën më tepër, me arte radio, me bënë intervistë diçka, sepse më dukte sikur e cënoja, domthon sikur ja komercializoja edhe kërkesën e vet edhe atë të drejtën e vet për më protestu. Për këto njerëz ta më duhet me ngret zonën, o vlla. Nuk po themun që duhesh me dalti që hajde ta vëjmë teatrin pushtet. Nuk është o njënin o tjetër, no vlla, ka edhe zgjidhje tjera për atë punë, për mendimin tim. Po thjesht s'po duam ne me adhon shansin, sepse e kemi ne të vështirë, sepse kemi 30 sa vite menin ton. A kuptoti që e ka kalu atë nivelin e një gjenerate tjetër, pra janë bë 2 gjenerata. Disa rëndë që të kesh 2 gjenerata që janë mësuar me po të njëjtat imazhe, valla, si do ta ndrosh atë? Në nivel, domethënë në ta konceptosh nga ana sociologjike gjën, ty të duhet edhe 30 vite tjera që ta ndrosh këtë koncept. Se këto janë të investuar për mendimin tim, janë propaganda këto, po erdha unë kush do vi, po ika unë kush do vi. Sepse është ajo që ti po më kërkon mua me ndryshu, edhe po më kërkon me pru vetin prap. Okej, nëse del një diçka e re, një personazh i ri, një kandidat i ri, një fytyrë e re që më thot mua edhe më shtet mua se do bëjmë disa ndryshime. Okej, mund ta konsideroj. Por jeni prap të njëjtët persona që silleni edhe same coin, e njëjta monedhë. Edhe ne na kërkoni që ti më vën mua çfarë do më bëj populli? Shakaja më e madhe burr. Edhe akoma më e keq është se populli mërzitet. Sa ti kthehem prapa asaj elektoratit gri që thash në fillim, që unë besoj tek ato, dhe realisht ato doja ti mbështesja me sjelljen time edhe me atë që unë kam përcjellë aty te ferma. Janë ato njerëzit e mërzitur valla. Janë ato njerëz që nuk. Jo, domethënë po janë shumë të fuqishëm. Po ato nuk e, domethënë ato e dinë edhe se sa e rëndësishme është me u bashku ato të gjithë bashkë. Elektorati gri pa ta përkthesh në zgjedhje janë 61%. Okej, sepse po bëhen zgjedhje, po bëhen nga 39% ose me 42% pjesëmarrës valla. Edhe po zgjidhet pushteti nga 55% ose 60% që e 42% që. A këto të sa rëndësh, ndërkohë në Australi me ligj, në moment që ti ke moshën për me votu, e ke me ligj të drejtën për me votu, e ke me detyrim o vlla. Nëse nuk merr pjesë në votime pa patur një shkak të justifikueshëm, $2,000 job. A kuptohet çfarë sistemi është ky? Po sepse ty duhet me venos për të ardhmen në vendin tënd. Vlla e ke ti në dorë të ardhmen në vendin tënd. Përveç asaj eliminon premtimet boshe. Po. Pra, politikanët që duan të vinë në pushtet ose deputetët që duan të vinë në pushtet të marrin votat e njerëzve, nuk mund të japin dot premtime boshe sepse dënohen në mënyrë të menjëhershme nga vota e votuesit direkt në zgjedhje. Ka një kulturë proteste, kulturën e protestës pastaj. Ne kemi vëllezërit tanë Kosovë. Ti ke shembull më të mirë, ty del rezultati për 24 orë aty.
A thujna të lodhën basta a thujna të lodhën pe këtu në politikanëve tash edhe nuk kena më nerva edhe mi pa. Ma trego valla që I lodh. Show me facts. Po facts është Ma tregosh, nuk facts. shikon, facts është se nuk e ka vëmendjen aq politika aq të madhe. Thjesht janë ato persona që një farë mënyrë kanë vendin e punës apo duhet me një politikën, janë ato persona që kanë kushinin djalin e aj që paguhen. Këto janë fancët e politikës, ama fanca nuk ka politika. Edhe kjo Jo vlla s'pas ka Fonca që nuk ka lidhje me politikën. Fonca që nuk kanë lidhje me politikën, nuk ka fonca politika. Janë të lodhur njerëzit për politikës. Unë mendoj që ka fanca politika, ka fanca. Po ka unë e lirë, ka sepse 4 lajmet e para në për lajmet I ke vetëm për politikë. Po. Mbledhet asambleja bla 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 bla. Pastaj kalot e sporti dhe ndoshta lajmi I fundit mund të jetë për një libër të ri ose për koncertin e dikujt që bone diku ishte I suksesshëm ndoshta. Edhe atë lajm të fundit do ta bosh me mik të lutem nxirre ti se kam qef sa kushton ta marketoje ta bëj ato. Mos harrojmë këtë pjesën. Politika ka të gjithë vëmendjen e dur. Lajmi I keq ka të gjithë vëmendjen e dur. Ktu qëllimisht lajmi I keq promovohet. Ktu ndodhin gjëra të mira shumë më shumë se sa ndodhin gjëra të këqija. Por kam përshtypjen që është me dashje të mbajnë në një trysni të papar, në një mërzitje të papar, në një gjumë letargjik të thellë, ty si popull, mbase jo forcat politike të vendit, po ka edhe forca më të mëdha mendoj unë, të cilat intereson që I gjithë Ballkani të jetë në një gjendje të tillë, sepse nesër siç po vjet dita tani, ato të para që do dalin front, ato nga Ballkani do dalin, a kupto? Mishi për top. Stalin këto tjerë, se këto tjerët janë të mërojtë vëlla, kanë Ballkanin e kanë frontin e parë. Ballkani ti mund të po thuash të më I lehti, më sakrifiku, më hin valle, se sa vend të mëja. Tani jemi gjynof se o bobo çana kanë bën neve gjithë jetën nëse ne na gjynof. Po mirë gjynof jemi ne për ato pjesë. Po jemi po. Se jena të vegjël, edhe luna I di malli më ne. Zvicra e vogël është vëlla. Po Zvicra ka lek por, Zvicra e vogël. Zvicra është e vogël ka lek. Izraeli është I vogël, ka lek. Unë që leku është pushtet. Lu prej mercenarëve, që nga mesjeta, që nga Zvicra ka pas çu mercenar o vlla. Se luftarak janë ato më vlla se janë Zvicra është I vetmi vend që nuk ka përfshirë në luftë. I vetmi vend. Kur s'ka pas luftë Zvicra? Po se zgjodhen një mënyrë tjetër. Zvicra ka pas luftë, ka pas. Mran vet jo, mran Zvicra jo. Ka pas me Austrinë luftën, ka pas luftë shumë gjatë Zvicra. Okej. E keni dëgjuar Wilhelm Tellin, legjenda molla që dhe shigjeta për luftën zvicerano dhe me helveto austriake. Ndodh në për atë, por zviceranët kanë qenë mercenarë, vëlla. Ato shisnin ushtar mercenar në për vende të tjera, shumë luftarak. Pse gardianët e Vatikanit janë zviceranët? Diti këtë? Se janë, sepse... Po, janë mercenarë. Ato janë më të besumet. Janë popull luftarak, vëlla, janë rritë në për male dhe ato, bura, kupto, janë të papar. Por kanë gjetë një zgjedhje tjetër. Edhe ndodhet në një parajs në Europë, thëmë drejtë, ndodhet aty në zemër të Europës. Edhe ti mund t'ishe një diçka atil. Por nuk ishe. por nuk doni që ti t'ishe. Ashtë t'i fije I thellë si muhabet. Mjep 2 minuta ko vetëm sa me falemderu. Bit Investment Group, në qose ty duhet nëj, me fjallë, qatë do si tjetë për prona, me shqit shpi, me ble shpi, qatë do si tjetë, më nëshme më kontaktu mu, ose me orte Bit Investment Group. Max Wine, është kjo vena që po e pim, gëzuar, nuk e di se qëar shqit po t'jep ty, por është ven shqiptare, është Mavrut, është ven shqiptare dhe besoj se e kena I forë dhe detyrimit moral që t'i përkrojmë prodhimet shqiptare, besoj unë. Shafrani Pikal. Shafrani pasta po thojnë shumë I mirë për stresin, për pagjumësin, për çdo gjadën. Premium quality, Shafrani Pikal. Big Brother Boutique VIP Shkodër, që është tenda tushi, këto bojnë tenda.
ke parasysh në balkon për shkak të ujit tenda tushi. Është edhe Eagle Rent, makina me qira, çmime shumë të arsyeshëm. Çfarë punon në botë? Amerika sulmon Iranin. Pakistani vërtet në luftë në Afganistan. Çfarë punon? Izraeli sulmo Libanin. Po Izraeli Dubai, Irani sulmo Dubain, sulmo Katar. çfarë të ndodh? Sulmo Riyadin. Çfarë? Çfarë është ndodh? Kam përshtypjen që është duke ndodh, por është më sofistikuar. Kazualitetet, humbjet janë më të vogla, por nga ana e civilëve. Pra teknologjia ka arrit në një farë pike që në një precizion të jashtëzakonshëm. Inteligjencë artificiale, dronet me inteligjencë artificiale, më të thash, kanë një precizion të jashtëzakonshëm, nuk besoj që duhet të trembemi. Po edhe nëse trembemi, jo, mund të jemi dhe afër rrezës, s'ka lidhje fare, po edhe nëse trembemi, fatkeqësi, është që kemi ca bunker vëlla. Si ne galon Xhaxhi. Ne galon Xhaxhi. Si ne galon Xhaxhi që ka rrjep shqiptarët atëherë, edhe nuk besoj se ka marrë koha që ne me përdor bunker si ne galon Xhaxhi. Nëse besoj koha, Shqipëria është në një ndër vendet më. Jo, se janë hek shumë, besoj se janë hek shumë. Nuk ka sa bunkerat janë hek shumë, mica të në. Po më sa janë. Ti kishin pastruar. Jo, unë di, fekalet ato. Tash si po më kujton, unë di vend ku ka bunker, di se është alate. Jam i sigurt. Ti gjithë Kuksin e kemi tunelet nëndheshme dha. Nëse Tirana ka tunelet nëndheshme, ka edhe Shkodra ka tunele, ka qenë përgatit, pavarësisht se ka pas humbje të konsiderueshme jetë e njerëzish, më të thash, mos fole, mos boj, por mendoj që të paktën, nëse duam të marrim një gjë të mirë atij sistemi ordinar edhe të ligë të asaj kohe, atij sistemi që kurrë mos ardh më, më lidhen edhe të pastrojnë ato fekale dhe të poshtë dhe të bëjmë pak më të Ti lajnë gatshëm si dihet edhe më dhe mund na hin punë. A beson janë to teorinat që lufta është një farë distraction nga Epstein file. A beson këto teorinat të gjanat? Me fjalë thjesht është përshpejtu puna e luftës, sepse tash është Epstein file, është shumë temë të zezë, kështu që heket vëmendja nga një krah, kalon në krah tjetër. Siç thanë për luftën Kosovë për Bill Clinton, që kishte probleme me Monica Lewinsky. Se di kam këtë. Janë shpik me Epstein Files, aty janë gjitha kanë dalë, nuk e shoh. E kuptoj, po me fjalë, ik vëmendja nga një krah deri në një krah tjetër, del lufta vëmendja. Është me fjalë, vjen një kohë që populli është alert se kena luftë, apo çka ka bë Prince Andrew, apo çka ka bë Donald Trump, çka ka bë Bill Gates. Realisht s'kam minimumin e ides dhe nuk di se si ta bëj lidhjen, sepse duhet shpikësh diçka. Ka ekzistuar një film me Robert De Niro, Dustin Hoffman, ka qenë Wag the Dog, ka qenë emri i filmit. Edhe ka qenë viti 1995 ai filmi. Dhe për shkak të një skandali presidencial, ato vendosin të shpallin luftë Shqipërisë, sepse kishte armë nukleare. Nuk e di e ke pakët. Edhe telefonike me kryeministrin shqiptar që ai i tregon se ju betojmë se kemi armë nukleare. Film me super aktorë. Pra, edhe kjo nuk përjashtohet. Këto skenaret hollywoodiane janë patjetër, janë kryevepër. Diku frymëzohen edhe këto, diku bazohen apo thjesht. Ka pas për herë maniak djaj seksual, nuk e di, sekte që janë të bazuara në ku dëgjon gjak, seks, këto gjëra kanë ekzistuar gjithë jetën, valla, nuk e shoh se si mund të kenë lidhje konkrete janë. Se di, nuk e di, nuk di se ç'a të them, sepse nuk është fare në interes timin të shoh Epstein Files. Shoh të shqiptarë, thotë doli emri i kësaj modele, doli pa lidhje fare, domethënë, hajde. Po mirë, diçka si ka lidhje. Okej, diçka si ka lidhje. U arrestu pi Didi, u bë shumë e madhe. Doli Ronela Ajati dhe tha se tha se si puna e pi Didit i një vallën të darmën në Shqipëri, thonë. Ti japi me fakte. Le të nxjerrim me fakte vllai.
Ja, po, Ti nxjerrë me fakte. Në të zjarë me fakte, ndoshta aja nuk dan me hi aq thellë me zjarë me fakte, sepse Le ta gjejmë një mënyrë. Ti prek disa njerëz që janë të pushtetshëm, edhe nuk je gati mi ra nesh këtyre njerëzve të pushtetshëm. O vlla, e kuptoj. A mund? Ku diun, unë i pari për shembull Ilir Mec nuk kisha pas guxim mi ra nesh, për shembull. Çfarë po insinua për Ilir Mecën? Jo. Okej. Për të zot, absolutisht. Por e kam fjalën. Edhe kjo e thot një diçka, shiko thot se hapni vesh, hapni syt se si pi diti kena ato në Shqipëni. Ti mund ti thu gjithë të zjarë me fakte, s'ka guximin, nuk ka interesin, karriera, gjaja, a beson se janë ti me këto partit e çuditshme me këto baby oil. Ja, kam përshtypjen që edhe mund të ketë. Sepse kudo ka të tillë vëlla. Ka kudo vëlla që kanë epshet është frenuar. Është për te njerëzore sa ajo, kudo ka, edhe në Shqipëri duhet ketë. Kam dëgju, po nuk kam pa. Përderisa nuk kam pa, përderisa nuk kam qenë, përderisa nuk e vërtetoj dot vet, atëherë është e pamundur që të flas sepse pastaj e bëjmë. E kuptoj. Jemi bëu emisione me përralla pastaj edhe koti hym ca llugave në unë ti pastaj me njëri tjetrin për pa lidhje fare. E kuptoj. Po kemi dëgju, edhe ti ke dëgju, edhe unë kam dëgju. Po janë në trajtën e legjendave, janë në trajtën e edhe në popull qarkullojnë fjalë. Po e mira është të vërtetohen, vëlla, kuptoj, ka momente që të vërtetohen gjitha, do të vërtetojnë do të prish rruga, jo më. E kuptoj, po do të më pas nëse dikush ka diçka konkrete, besoj do të më pasi fare lloj guximit. Besoj, do të më pasi fare lloj guximit se ku diet ku i bën nesh edhe Shqipënia shumë e vogël. Po çfarë mallkimi i madh është, por janë eliminuar guximtarët, por nuk ka më, kanë ik jashtë. Janë mërzit. Mallkim. Nuk është diçka e mirë. Për çfarë u ktheve deri për New Zealandës? Unë shkova me qëllimin që do t'i bëja djalit tim një opsion dytë, me bëj letrat edhe më u kthy direkt masi që unë të bëj letrat. Edhe atë arrita pak më vonë, sepse u izolum në shkaku i Covid. Koron, po. Patëm një izolim shumë të rreptë nga aty 3 vjet. Do kisha ardhur 3 vjet më përpara, them drejt, do kisha ardhur në 2020. Edhe thjesht për atë qëllim. Por kam kuptuar që bota është shumë e vogël. Edhe ka disa opsione të jashtëzakonshme bota për me shku me jetu edhe ti mund të jetosh aty ku ti do me jetu. Pra ka edhe vende të cilat nuk të mendojnë ty si shqiptar një vend i botës tretë, po thjesht shohin si njëri të barabartë me njerëz të tjerë. Ka shumë vende të botës, unë nuk e di pse të gjithë synojnë të shkojnë nëpër vende që janë të vështira për me marrë letra, edhe ta kenë edhe jetën e vështirë. I kuptoj varfëria gjitha, i kuptoj, nuk i kuptoj fare, po. Nuk është veç varfëria, nuk është, edhe që kam arrit me kuptu. Unë për veti kam emigru, kam jetu 10 vjet në Angli. Edhe kam arrit me kuptu se nuk është varfëria, sepse ka shumë raste që ti e bën pak a shumë të njëjtën jetë, pak a shumë të njëjtën jetë. Është njëjta infrastrukturë. Por këtu është shpresa që mungon. Sepse jo është jeton me atë idenë që ndoshta një mënyrë do të ndodhin diçka, edhe unë mund të kem sukses. Kurse këtu për popullin e thjesht, flasim për popullin e thjesht, është shpresa që i mungon, sepse nëse ti fillon një punë normale, ku ti un taksist. Edhe e ki domen, ka që ke rrugën, edhe nuk t'jep më shpresë për më arrit me bë diçka më shumë. Ky vjen jo. Valla, se këtu çmimet supermarket janë më shtrenjtë se në Zeland, tash ndolet të çmimet. Tash janë më shtrenjta. Ka një javë që unë kam filluar te kjo agjencia real estate. Edhe një gjë disa çmime. Se sa është vlera e shtëpisë. Se sa dojnë njerëzit me i shit shtëpinë. Shkoj me takojmë disa persona, vllazët, kaq du me e shit aty në shtëpinë thot. Shkoj me takojmë para 3 ditëve kishte një vilë, le që ishte vila e njëjtën, le që kishte pakobor, me fjalë, llogaria e tij ishte me shit 1.200.000 diçka kushto, obden. 2.4 milion dollar zelandez. 1.200.000 euro, 2.4 milion dollar zelandez. Ti merr shtëpi me obor me, nuk e di. Edhe un jam Okej, o vot, është kja, lene që i në rodhë por e se nuk është nej wow e investume, mrena.
Sepse unë kur të harxoj 1.2 milion euro tu në Tiranë, ku diun o du si kur të vinë Big Basta me thonë, pa çon shtëpi kishte blerë liri. Jo, hajt ma e gëzosh. Ku jena të shku me këtë çmime? Është bubble. Pse ka me plas? Ke blesh e këti, sot ke shtëpinë, e ke shtanën. Ti po s'ke pështu. Po unë kur do me e blej shtëpinë me këtë çmime? Po di prit, kam përshtypjen që duhet presësh edhe një 2 vjet. Wow, jam shumë i surprizuar. Vjen ai tjetri vetëm në Tiranë. 800 euro du thot, është e vështirë me të thonë që kurse edhe një 2 vite derisa të blesh shtëpinë sepse nuk kursen dot këtu. Kjo është edhe si shpresa, ko i këtë shpresa. Çmimi i Bylmetit këtu është nafta në Kosovë është 40% më shtrenjtë se sa në Zeland 3 o vlla, që rrogat janë më të larta. Wow. Çmimi i mishit është 40% më shtrenjtë se sa Zeland 3 edhe rrogat janë më të larta atje. Perimet. Vlla, e ke pa kur dalin bamjet ato. Ke pa bamjet o vlla. Unë pason kërë mish me bamje, kërë më qeni vogël, nuk e di, të nxeret modhe. Ku si? Bamje të mboj 20.000 lek, 30.000 lek, valla, kilja. Se di, to është jam të habit, se edhe puna, edhe ushqimet, se mu më takon për shembull, ka e rrallë me shku vetë, me ble ushqime. Wow, Usmera dhe. Unë nuk i shoh çmimet. Çfarë do blej unë? Nuk i shoh çmimet. Nuk jam, jo që nuk i shoh se jam pordha modha se. Po të marrosh letër. Po nuk i shoh çmimet, thjesht më pëlqeu, okay, do ta marr. Ko marr me mor domate, ko marr me mor, ku dëgjoj, mango, ko marr me mor. Se di valla, ne akullore, ne diçka, kam edhe fëmijë në shtëpi. Unë me timen them kam 4-5 asortimente. E ke parasysh një sport shumë e vogël, le të themi i qese e gjys. 80.000 lek. Qa thumë dhe 80.000 lek? What the fuck? Kur më shkoj 80.000 lek kjo? Aty të shmenesh si pasaj. Pavarësisht qa bleva. Edhe këtu është shumë problem që të kursi. Kush e mon kuletën? Tja po vesa. Të dy kemi kuletat dhe veçanta tona. Kemi independencë të papar. Për sa i përket shpenzimeve të shtëpisë, për sa i përket për djalin, për gjë, kemi të përbashkëta. Por kuletën e shtëpisë për shkakun. Jo, nuk kemi një kulet shtëpie. Kemi 2 kuleta shtëpie. Okej. Po, unë edhe Vesa. Kemi 2 kuleta shtëpie. Është gjë e mirë. Nuk është se e mon grua sepse është më në detaje. Jo domosdoshmërisht, detajiste. Jo domosdoshmërisht, po unë jam nga ato vëlla që kur shkojnë në supermarket, po nuk merdi lista nga Vesa me mesazh, unë vëlla jam unë ngel aty rri edhe tjerësis o vëlla, them çfarë do bëj unë këtu. Më duket sikur po më hajnë ato makaronat, ato është e tmerrshme, nuk e di ai edhe ti kështu, po unë po spata listën me mesazh. Për një po thash sepse gjinia femnore është më e din çai mungën në shtëpisë. Pra punë thosh a mon Vesa kuletën ma listën po, listën e ma Vesa. Po kuletën e kemi të dy. Para si e shef Big Boss, si ka po vedin para 10 vjetëve, sot edhe mas 10 vjetësh. Para 10 viteve, ka qenë pak më ndryshe. Para 10 viteve kam qenë në një periudhë jo të mirë me veten time. Sepse pa të kalu ca ulje ngretje jo të mira. Por jam shumë e fat që unë kam taku Vesën, edhe kam gjetë Vesën, edhe që më ka gjetë Vesa. Sepse njerëzit mund të krijojnë ato stereotipe që këngëtar, pordha modhe, jo po duan të kenë gjëra flashy, duan të marrin dikë që është me lekë mos mundësisht të ketë pallate, më se thash jo. Jam shumë e fat sepse Vesa përveç dashurisë që ka pas, me mua ka pas edhe durim me mua. Sepse realisht nuk kam ju mungon sot njerëzve, ju mungon sot çifteve të reja, nuk e di se sa ke vure. Ju mungon shumë çiftet e reja, lodhen njëri tjetrin. Ju mungon shumë durimi, Ku diun, valla, jam me një femën në një relationship, momenti par gabimi par janë o damen. Me pas pak. Edhe në Ilir edhe atje ku shkova atje në Zeland, ajo ishte forca më e madhe, të them drejtën,
shpesh herë kam qenë kështu, breakdown, kam thonë, çfarë do bëjmë? Se ishte funi botës vëlla, s'u vite as mami as babi. Ne me fëmijë të vogël, normalisht njëri duhet të rritet në shtëpi. Edhe që të paktën të kishim ndihmë, nona vesë se ajo është në një moshë. Edhe problem, po gjithmonë tham kanë jo vetëm që më ka suportuar, po më ka dhënë një siguri të papar. Gjithashtu edhe ana sjellta, ëh. Dhe kështu kam qenë para 10 viteve. Sot kam një stabilitet shumë të mirë, me jetën time, qoftë familjare, por qoftë edhe artistike. Më pëlqen shumë, mendoj që jam përhapur çiksi shumë, sepse po duam të kriju le të themi mini biznese në të cilat bazohem. Besoj të ajo teoria krijo shumë edhe pastaj investohet ajo që po të ecë më shumë. Edhe në të ardhmen mendoj që mas 10 viteve mendoj që duhet të shoh frytet e gjithë investimet që kam sot. Asnjëherë nuk mendoj me i bëj gjonat sot për sot, por gjithmonë mendoj sot për mas 5 viteve ose mas 10 viteve. Pra çdo hap afatgjat. Pra jetës asnjëherë nuk dihet. Okej, do të jemi realist në të ardhmen nuk e parashikojmë dot, por që ne mund ta investojmë. E kuptoj, po i bën disa menime me veten, apo jo parashikime, po i bën disa menime me veten. Më pëlqej shumë kjo që tha për vesin që ka dhënë mbështetje. Unë besoj se kjo duhet sot për çiftet e ri ose duhet një forllë ku diu një forllë thirrjet për famën dhe sodi që dy partner duhet e kuptoj, por në moshkull ka shumë nevojë për mbështetje. Ka shumë nevojë për mbështetje. Edhe femna është roli kur ajo e mbështetje moshkull është më bukur. A kupton se normalisht aty ti kemë mbështet të femrën tonë, por është më natyrale, është besoj unë, a kupton? Patjetër që po. Patjetër që po, por shiko, ka edhe nga ato meshkuj që kur femra i ofron mbështetje thotë këtë kom në xhep, thotë edhe mund të bëj çfarë duon. Po flasim për njerëz normal, nëse po flasim për shiko, njerëz normal ka me pas gjithmonë siç ka pas. Se prindrit tonë vëlla, lutem shumë, i kena idhuj edhe janë shembullin e kena për atyre. Okej? Kështu që nuk mund thush asnjëherë që dikush do të suportojë më tepër se dikush. Dashuria është në fund ditës është marrëdhënie, pra marr edhe dhënie. Okej, edhe të dish ta vlerësosh suportin që t'jepi femër ose femra ta vlerësoj suportin që jepi mashkull, është kryevepër, ajo është çelësi. Se dashuria edhe nëse nuk është e plotë që në fillim atëherë ajo do zhvillohet avash do krijohet e dashuria. Do na pak durim. Okej, do na pak durim. Kim këtyre filmave, romancave që po dashurohemi shikim parë. Gjithë problemi, jo gjithë problemi, po gjithë gjëja është e ke parasysh filmin La Vita e Bella Roberto Benignin? Unë ashtu e mendoj që edhe unë edhe Vesa duhet t'ia bëj djalit tim. Qofshim neve në gjendjen më të keqe mendore, shpirtërore në ato moment, ai nuk do ta ndjej atë luftën që ne kemi për brenda ose atë problem që mund të kemi neve për momentin, ai do ta ketë film paktën derisa të rritet. Po film në një farë pike që ai do ta kuptojë që po bëhet një sakrificë për atë. Edhe ti rikthehem tash. Edhe ta vlerësoj. Po vetëm ta kuptoj që është sakrificë. Ti rikthehem edhe fermës tani, sepse një nga arsyet që unë futa te ferma ishte për me tregu djalit tim që edhe me të mirë mund të bëhet. Jo vetëm Shqipëria, po bëhet edhe veni më i pashpresë. Se për hir të vërtetës nuk është që jemi veni pa shpresë, ne thjesht jemi të humbur. Mas hutimeve. Ka shumë filtra, ka foto, ka njerëz të dëshpëruar që nxjerrin foto me karkaleca, a kuptoj, është pak. Okej, flashy jeta, por nuk është ashtu në të vërtetë. Ka habit, më fal se po të nervy pak adin. Fiks du me dal të kjo tema që po thotë. Unë ko shumë pak ko, unë personalisht si në lirë, ma përpara me fushën e personazheve të famshëm VIP, nuk kam pas kurse, nuk kam njoft kërkën. Fillova podcastin edhe punat të pantysh që mu njoft me shumë njerëz. Ma për tash i di fije ma shumë se funksionon gjatë. Ma përpara si një popull i thjesht, ti shef dikën në televizor, ti ki menon se ky ka miliona, ky ka punë për terezi, ky ka lek, ky ka kështu. Edhe kur hin njef, edhe i shef shumë gjana, e kupton se shumë njerëz vëlla, presin rrugën.
janë, adin, presja rrugër, disa që janë shumë flashy, 80% janë shumë fake, a u bden? 80% janë shumë fake, edhe ti arrin me kuptu se shiko se nuk ke ka që thjeshtun Shqipni me e zjarët lekun, a u bden? Edhe personazhet publik, edhe fipat, këngëtarët, kanë ato hallet e përdiqme, unë po një gjosha intervjisën që kishe bo me Mr. Elvis, edhe që po thote, shiko se, shko me punu, s'kishim lek, shkur të Shqip, a kuptën? I kuptën këto gjana, po janë personazhe, janë disa që e kuptojnë ku janë, e kuptojnë se shu ko ardhë koha, ullë kryt, vazhdo puno, edhe qitë që dhe me qitë, ose janë ato që e kanë pasat hype-in edhe prap munohen, mu duk fleshi, munohen thjesht me shqit pobet, ama për mërna janë a shumë të tërmum për mërna. Disa njerës. Shpesher, kur një person i famshëm e tregon një histori të tillë, njerëzit duhet të kemë predispozita mos me mërë që na vi gjynofrat personin. Jo, thjesht ti po hapesh. Jo, flas për njerëzit, por ai person i famshëm që ka një ndikim tek populli, duhet që atë që ta thot ai duhet që t'i japi drejt për drejt ndikim tek dëgjuesi ose tek shikuesi, pra që ta kuptoj që puna nuk është turp, edhe të filloj të punoj. Nuk është turp me punu kamarier. Unë kamarier kom punu vitet. Absolutisht, po populli thjesht. Punës time i kom bu kamarier. Jam dakord, po. Të restoranti babës tim, ai s'mjep të leko vlla, ai thoshte hajde puno. Unë isha 15 vjeç, 16 vjeç. Po s'mjep të leko vlla. Hajde puno, ndihmës kamarier. Po në fund ditës kisha më shumë lekë se shokët e klasës. Po. Se punoj me bakshish, fillova ta vlerësoja lekun, po ta vlerësoja lekun me djers. Ishte fantastike, lodhja. Se fillon e shef se e meriton. Fantastike, ishte gjë shumë e mirë. Dhe tash ti thon, po du me punu kamarier këtu, çat punoj këtu kamarier mes Tiranës ose në Shkodër ose lokale fantastike valla. Kryevepër, që as në Europë me zi gjem ato interiere kaq bukur me thikë pas, atë thjesht janë në Europë anë të thash. Po do ikim të punoj kamarier në Gjermani. Pse? Okej? Pra, kur e ke një punë të tillë. Jam shumë dakord që kushtet ekonomike, sociale, shëndetësia është ajo e cila shpresa me beso se është shpresa. Me beso se është shpresa. Fakti kryesor si shumë e lajnë është shpresa. Veni jonë sikur ti myll ato shpresat edhe sikur myll, ti nuk shpreson për një mrekulli. Kurse atje edhe mund të ndodhi një mrekulli. Po, ana Iliro, po shive, ne do dy, për shumë në rastin konkret, ti që ke qenë në Angli edhe je kthy për me bëj diçka të bukur për shqiptarët këtu. Unë që kom qenë deri në Zeland, kur isha në atë prime-in tim, u ktheva për me dhoni diçka të bukur shqiptarëve. Ne këtë duhet me pompu. Shkoni jashtë. Po kthehuni prap edhe silleni mentalitetin që keni mësuar atje. Po. Jo shkoni jashtë, respektoni rregullat edhe hajdeni këtu edhe jepi gaz me semafor të kuq edhe gjuje letra nga makina se s'ka gjë se inventat se pastrojnë se e kanë për detyrë këtu. Ma kuptoj valla. Në Angli popullata në Angli emigrojnë pa të keq valla në vende të tjera. Ato e quajnë lëvizje e lirë. Angles shkojnë në Australi, në Zeland, bëjnë kështu part-time jobs me viza studentore, pune, shkojnë bëjnë ja 3 muaj ne, unë di se kam pas aty. Punojnë ja 3 muaj sepse kanë qef, fitojnë një lek, edhe shkojnë pastaj prapë në Angli. Nuk e bën njëri problemat të pjesën atje, nuk e bën dramatike, nuk i presin ta marrë ato bobon kurinia. E di. Zelanda ka hikin zelandes, ajo është parim aty, shko, shëtit, po ktheu. Puno, merr eksperiencën më të mirë, ktheu dhe aplikoje këtu, thonë ata. Pra nëse ne do jemi realisht të zgjuta, të fillojmë të aplikojmë këtë lloj mentaliteti, iku koha drama, valla, mos i presim o damarët. Iku dhe ajo... Na duhet mu... Ka marrë malli për nonën time, Konga, Merita Lili, no more. Duhet mu të regu i hije më të fort. A do të më të regu pak më të fort. Ke drejt me këto tramat, me këto çamjet. Po kena qefën, do të më të regu pak më të fort. Edhe muzikën e shohin se soundtrack, si kolon zanore të përditësisë vet. I ke vonëre janë të mërzit, kanë e hall, kanë e gjë, e do edhe i kong për tradhti, për qef të shpirtit, që të qaj.
Se do mu liru, do dhe i telenovel turke aty, që të qaje, vëlla, të stresohet. A kupto të qaje? Pak hajt. Ore ka qef, më dha, do me, e do i qik, gjak. Maro. Ashtë vëmenja, të me të rek pak vëmen, shika se unë jam i stresuar. Jo më se ka dhe me vetën e vetë, do me qavla, i qatë, po nuk qatë do të pa stimulant. Ti kur ke qa për të funit? Una? E mon men, ose po të bëj pyetje. E ferma më kur merë të quni kom qa për të funit. Po ba, jo i 100% para kamës. Ato në lëtëzimit, ato në një farë mënyrë të lëtëzimit. E kam po që... Tha që dita më bukur e jetës tonë ishte kur u martove me Vesin. Dita më bukur. Edhe kur lindit. Absolutisht. Po dita më keqe. Ka Big Boss a një ditë që mund ta veçojnë për shkakun si mund thush kjo është dita më keqe. Kam ditë më të keqe se në një nga ditët më të mira, pra ku prap do ta lidh me fermën. Ku menova se realisht fitova dhe për prisin gjithë njerëzit jashtë, njerëz të mi, gjyshja ime, ku mërë vesh që ajo të nesëme në kishte 20 edhe atë çmim nuk e shijova 100%. Edhe të nesëme, masi kom qenë aty në fan club që ishte me kontrate detyrueshme që duhet isha, gjysmore. Tu një gjuhë dhe aty ulërimat aty në tjerëve se kishin hall, sfitu në vlla, kuptoj edhe kanë, se që ta japin dorën. Edhe, kom shku në Vareza. Ishte e dhimbshme, ishte e rënd, po, sepse nuk e kom shiju. Nuk edhe fakti, që unë e lash edhe në gjendit keqe, po shpresoja që kur dilja ta gjeja mirë, do me ta gjeja të faktën, edhe t'i jepja vetë lam të mirë në fundet. Po, ajo kishte humbë vetë dje, kishte humbë gjithë shka. Edhe kështu që, masi kishin folë, ma i sa më thanë gjithë, edhe familjarët e këto, nuk ka sens që edhe madje me sa kuptova unë atë dite që kishte ndru jetë gjyshja, nona që i thësha unë, ka pas një konvent ku dëgjohë me shtetet europiane këtu rrugët gjithë blokume, edhe varrimi kishte pas problem, edhe nëse do ishte organizu si shnodhe me labin që unë duhet dilja prapë në prezencën e kamerave, e më të thash ishte tërsisht e pamundur. Okej? Edhe më kanë ngellë pishmon shumë e modhe. Edhe aty kom qa. Në Vareza kom qa. Aja ka qenë era fune që kom qa. Se ishte pishmono, ishte e rënd. Se edhe u lodha u shpirtërisht aty mrena. U lodha shumë. Edhe kisha shpresa që kur dal jashtë, e sidomos masi fitova, thëshe, di qa dhe do festojmë. Edhe madje kom qenë me motrën e me pesën e me djalin, makin, masi marova. Qekun me vede, papa me qekun, shumë i modh. Edhe i tha motrës, i thash, e nesër, i thash, do mlidhen atë nona, dreke modha, edhe kur i thot Vesa, se Vesa për jep të makinës, të është edhe fortës. I thot Vesa, i thot motrës, të ja thushti, i thot, okej. E ma po motrës, të shiko, thot, se nona ka ndru jetë. Shpërtheo. Edhe djali duke më qetësu mu, it's okay to cry, se fletë gjusë anglisë, gjusë shqipë, se është rrida ne. S'ka probleme dhe nëse qali, roa, ishte e të mërshme. Edhe pas taj është tani humori. Se kjo ishte gjërëron, dhe ma. Duke e cë rrugës, i thash, po mirë, i thash. Uri, po qenin, i thash, me kë e latër, se kisha i qenë një shumë i bukur, për shumë fërzej, lezeshme, vëtë me muri dhe, para se më fute ferma. Edhe, kur thot Vesa, shikë dhe se edhe qenin, tha, e kena shumë i familje tjetër, se s'kisha nerva me majtë. U preva, Allah, këpëto të thashore, po, shpina e kena, më duk dhe vete se Timo Floko, Allah, kur doli nga burgu, vdekja kalit. Desha me e këthu në humor, se kom qef me qa, edhe kur merdi djali aty, nuk është që qava para kamerave, nuk jam tip që du të dorëzohen para kamerave. Edhe, ka qenë e rëndë, sepse edhe i gjohë që dhe aty ta juve në maksimum, nuk e shijova. Sepse janë to fatkeqësi, këto gjana që në nullin edhe... Po ma kalon bekimin e vete, pra ne kom fitu.
natën finale. E kënda, prandaj ke fitu leti, çka ke fitu se do të vinë Federik Noci, do ta diskutojmë to. Çka ke fitu ti? Pa ja boni ftesë, më thonë, hajde mi trego faktet. Se si Big Boss tha e ka ble. Fairman. Boja ftesën se tani moshe çik ti javësh gjik sfondo. Shiko, është artist i mrekullueshëm, më kështu në si të jepi mikrofonin vlla Kno ka zë hynor. Po jo, nuk e di se çka kanë, është shkënjim shumë i madh. Edhe si punë Jo, po them, atë notën finale merdi i flutur valla, aty sa ulet ai koltuku aty, merdi i flutur, me jap një 3 sekonda këtu. E thash, "Ua mputhi, e kuptoj dhe iku." A ka qenë gjyshe. Si puna e kujtës, hajtë se do më ngacmuar me Frederikun e me këto. Po s'ka qenë vetëm Frederiku, më kanë qenë shumë vetë të tjerë aty që ja fusnin koto vlla me. Çu po të të thënë ty, e shef ta kameramanat? A di çim thonë këta? O botha shumë e madhe tha aty, tha. A di sa kanë se kena punu tha aty te ferma tha, a di sa kanë fol tha këto njerëzit me njëri tjetrin tha, jo po se ka meritu, basta. Çu i ke? Ni, çu i ke? Njëj, i ky i pori, i ky më tha. A ko meritu apo s'ka meritu? Se di. Jo, ajo që po thote, më fal, ajo që po thote, o batha e madhe shumë, e unë e kuptoj që thuti se gjithmonë humsi, gjithmonë ka me thonë diqa. Ta thamun diqa për unë i pari, dola për i bigut. Unë, nësni gja, nuk kam thonë që jo po produksioni kështu produksioni. Nuk e kam thonë kërkon, kam dalë, ka kryja punë, unë i morat që mujta me marrë, a kisha dëshirë me nejtë më shumë, normal se kisha, por ka që ishte, ka që du me lanë unë për vedi. Ama shumë për aty në, si kanë me mu, kanë dalë dhe në ku, edhe për atë punë prime, gjysa njerëz e më tem, nuk kanë që kanë lizes. Jo njerëzit që janë konë, ore ka raste, se po him tash më betet, kur dalëshim një bibigut, edhe një gjosha, ato kena dek për buk. Fali, thosha, Allah, po si ki dek për buk, të ato kena pas tanat mija, tjesht kena prejtuna me gatu, kena pas tanat mija, të ke pas dyqanin të, plot me ushqime, plot me gjithë shatë, në e lirë se s'na kanë dhënë me hangër mirë. Ore, ku i një rrit ju, mosha? Në qëfar dhej Parisit, ose qëfar dhej shërptorësh vine ta bin ushqimin ty në gjeso, vla, si ti ki pas tanat mirat, mosha. Ki pas tanat mirat, që prejton ti me gatu, edhe thu, në e lirë se aty nuk na kanë dhënë me hangër. Jo, s'kanë dhënë me hangër, e ki pas, atë tret ushqimi. Se tash, që këta në, që po më duke si me kanë muhabete, lagje është të muhabete. Shu e kanë bo, se lagje. Ku t'jun, mu më kanë habit. A shu e kanë bo si muhabete lagjes. Në fund ditës, i votuar i fiton. Në fund ditës i fiton. Ore, lekta i ki marrë krejt, se janë për shamu këtë... Krejt të na? Gjitha. Minus taksat, të një normal. Po mirë, aja pun tjetër, pa i ki marrë gjitha. Ti këzash. Shumë faleminderit. Big Brother VIP Shqipnia urejta fitoj Senaldo. Miri mos ta fitoj për të zoti shalla, mos me fitu Miri, jam shumë kundër Mirit, nuk e meriton Miri, nuk ato bo absolutisht asë gjë Miri me fitu. Senaldo, jo, absolutisht nuk ashtë Miri personazh që më marrë shamull, asë nuk ashtë Miri personazh për Big Brother, asë nuk ashtë Miri që thëto jam Miri, nuk ashtë të vla. Senaldo duhet me fitu. Menimi jem. Big Vasat. Menimi jem, s'ka lidhe. Unë deri tani ta thash, nuk shof as... Po, jemër s'malla. Po se s'po shof as një. është në gjys rrugë, vlla. Po futja kot. Po se di, me a fut kota? Aha, thuje. Me a fut kota? Thuje. Ta e brikena. Okej. Po e them. Okej. Po prap nuk është dhoni 100% që nga asnjë, vlla, pse tregohesh i padur shumë atë. Po mirë, unë kam provat mene, ti ke menimin tate, ke perfekt. Unë menimi jem ashtë mirë mos me fitu, bile me dalë sa më shpejt jashtë, edhe Senaldo me fitu. Ore, që dënë Monika Kremolli në Big Brother? Edhe pjesë e Big Brother të realitetit shoqëror është, apo? Realiteti social është edhe pjesë. Nuk e di fare. Nuk e kam iden. A mund tjetë kjo një formë që
me servir publikut, shiko se Monika nuk është ajo korruptumja, nuk është ajo e partisë, shiko se duheni fort Monikën. Kush e ha, po kuptoj. Kush sa ha, pastaj sa ha. Po nuk e shoh, unë e shoh thjesht si për nga ana e produksionit e shoh gjetje me Monikën, no? Se e ka, domethënë krijo diskutime direkte, krijo Po gjetje, shiko, okej, gjetje, por edhe për popullin, një popull që është i frustruar me politiken, edhe me këto personazhe të politikës që kanë vite që janë, edhe ti ma vjen aty në pjedestal edhe duje fort Monikën. Po pra shkoza nuk do dalësh me protestu këtë lloj pjesi gjithmonë të ndodhin këto lloj gjonash edhe. Do i kthehemi prapë bisedës më parshme. S'ka në dagullëzime me protestu këtë lloj pjese, kështu që normale do ta marrë për të mirë qenë. Vetëm unë dalë që bëj video që e dënoj atë lloj pjese. Folim me një tjetër, ja tash që po e flasim bashkë. Kush e ka fol tjetër? Hajde më thujtë mua, kush e ka tregu tjetër? Kush ka thoni diçka? Gjithë ua zemra, shpirti, uana knaqe, sa bukur e mërojtë këtë, sa bukur e shave këtë. Unë jam një qytetar i thjesht, nuk kam lidhje me kështu. Por, po do është mi shumë thellë temave, gjanave, tështë ju jeni pjesë e asoj politikë se një na ka bot dam, se nuk na keni bot mirë. Ne na keni bot dam. Tështë vjeni pikë që të pëshen edhe aty në mes dritave, thështë shiko sa Monika është shumë e mirë, po më falë, po, është kjo Monika që është akuzu për vjallje, është kjo Monika që është akuzu për korupcion, është kjo Monika që unë nuk e di vlo se është një populli nuk ka lek, kurse këto villa, a kjo Monika që blevi vilën një me pak lek edhe shiti, ma kanë falë gjyshja, ma ka falë në... është i kjo Monika që ti po ma bjen këto dhe po ma servir... Po më thu, unë e di shumë mirë atë pjesën, por kështu kanë edhe... Njerëzit të binë gjumë, harrojnë shpejt? Kam përshtypjen që harrojnë shpejt? Nështë jena atë pa fort, që s'mund të bëjmë me se gjanë, nuk jena atë që fort. U menoj që edhe ne të dy për shumë, po e folëm këtë gjë tani, po e stërfolëm, se unë kam foli herë të podcasti, po e rifolëm neve këtë prapë, edhe ne do jena pjesë njerëzit do na shohin si pjesë një show që ç'a do ndodhi me ne tani. Masi që e folëm këtë lloj gjëje. Jam shumë trembullon. E shohin, jo, po, edhe unë valla se unë repistëm. Jam shumë trembullon. Jo, edhe unë jam repist në fund ditës, jo më kot. Don't care. Por edhe njerëzit përderisa nuk ngrehen, nuk e ngren këtë lloj problemi, atëherë thjesht kanë qejf ta shohin televizor, po tani ç'a do ndodhi. A kuptoj, shohin si telenovela valla. Edhe do ngren pastaj për karrige, për asnjë gjë tjetër. Këtu do na keni mua dhe Big Boss shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Respekt, man. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Gjithashtu.